Në kuadër të ditës botërore të shëndetit mendor, shoqata Projekti Shpresa organizoi sot një ekspozitë me punime artistike të realizuara nga tërime aftësi të kufizuara në qendrën aktivizimi ditor Silvana Vinjali. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit Fuqizimi i shëndetit dhe mirëqenies, me qëllim promovimin e talentit dhe krijimtarisë së të rinjve, si dhe ndërgjegjësimin për shëndetin mendor dhe përfshirjen sociale. Gjatë ekspozitës të rinjt ndan historinë e tyre dhe folën për përvojën që u ka dhënë arti. Eci për me eci për para, sepse për mos mu mërzit bëjmë ta punimet. Se da ka lërë mërzin, ta punimet që bëjmë. Dhe fletrat e ne gjenë profesoresa Rënsuela, letrën me kompjuter, i shtampan, i vizatojmë, që për drosë është një transparent, që i venë super letra dhe vizatën me lap. Pa, e largan stresi, sepse të puna të kjoftë. Sepse më mirë është puna pëse sa me në këtë. Ne jena shumë knaqën ku na vlerësojnë punën që i bëjmë na. Të fillu prej profesoresës tonë Suela që na vlerësojnë punën që i bëjmë, edhe baba jënë Luigi, edhe stafit e zyrës kujdestarët që na rrinë gati 24 orë non-stop, edhe na shohin ta pikturat, edhe janë met shumë krenar për një që i bëjmë. Më kam bota piktura, bota letra, me shokë, mu pësën shumë, se mu pësën shumë puna. Psikologja Suela Ndoj theksoi rëndësinë e terapisë përmes artit dhe mbështetjes së vazhdueshme për këtë kategori në nevojë. Pikërisht me këtë ekspozitë që bashkë me të rinjt e kemi titulluar Zëri ynë, mbrojtja jon, krijimtaria për shëndetin mendor. Kjo nuk është vetëm një iniciativë sociale. Kjo është një përpjekje për t'ju dhënë një zë të rinjve që ne mundemi, ne mund t'ja dalim, ne kemi talentet tona, kemi interesat tona, të cilët po na u dha mundësia, ne mund t'i shpalosim ato. Një mundësi e tillë është dhënë ka nisur që në muajin qershor të këtij viti, pasi ne aplikuam tek platforma Smile, pasi u trajnuam nga Partners Albania për të gjitha procedurat përkatëse. Ne në fillim e kishim filluar si një mënyrë eksperimentale që të bënim këto grupime laboratore pune, që ne i quajmë mënyra paraformuese për në tregun e punës, në mënyrë që të fitojnë aftësitë bashkë, të ndjekin talentet e tyre, ka të bëjë të përgjigjemi pikërisht misionit të shoqatës Projekti Shpresa, që ta persona të mos jenë si subjekte, por të jenë qytetarë të denjë të shoqërisë civile me drejta të barabarta në shkollë, në shoqëri, në punë e kudo. Ekspozita u mbyll mes ngjyrash, emocioneve dhe mesazheve shprehse, duke sjellë një shembull të bukur të solidaritetit dhe bashkëpunimit në komunitet.